Arra për shkak këtë rast ka omega 3, edhe yndyrna të shëndetshme, krahasim me kikirikun, ka ma pak kalori, se kikiriku ka ma shumë kalori. Por i ka kalori të shëndetshme. Po, i ka të shëndetshme, ka ma pak kalori, edhe çka është e veçanta të arrës për shkak të omega 3 ndikon jashtëzakonisht tepër mirë për sistemin nervor qendror, me marrë ma analizu edhe arra ka edhe formën e trurit. Kështu që yndyrna të shëndetshme që i përmban ndikon jashtëzakonisht tepër mirë në këtë rast. Nuk e di Lena e ke ndëgju, sepse që mbi gjitha i verifikon çdo recet. Është një recet që rekomandohet shumë kështu në për popull, që nëse e vendosim 3-4 thelbin are në një gotë ujë në mbrëmje, e lajmë të natën me pushu ashtu të mbuluar dhe e pim në mëngjes, ndihmon tek ata persona që kanë probleme me kolesterol, ul nivelin e kolesterolit. Realisht e kam dëgju si recet, është logjike. Ka logjik. Më thon po. Ndikon arra, po. Nëse pihet në esëll, domethënë. Po më nuk është rekomime po, ulëmtime kështu, po logjikisht kur e mendon, po. Për shkak që i merr yndyrna të shëndetshme dhe besoj që i liron ato mineralet që i përmban, edhe normal që trupit me mëngjes i vyn minerale, nuk ka kripra që me provoku tensionin, normal që kjo ishtë dash tani me ndiku përgjithësinë qarkullim gjakut, në këtë rast edhe tek kolesteroli. Po, shumë interesante sepse... Të bojmë edhe në njoti. është shumë shpesh thuhet edhe për shembull në konsumimi zakonshëm i thelpinjeve të... thelpinjeve... Hudrës. Jo, të hudrës nuk dashta me thonë. Po mirë dhe të hudrës ujnë për hipertensione dhe për yndyrë. Jo, dishta me folë për arën. Që ndihmon edhe tek ata persona që kanë kokëdimje të shpeshta. Për shkak që ushqen, për shkak të yndyrna të shëndetshme që i përmban, për shkak të omega 3, 6, normal që ndihmon me ushqy trurin, edhe kjo kryesisht ndikon çdo gjë që ka të bëjë me sistemin nervor qendror.